Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se 2 vite nga formimi i qeverisë pa legjitimitet etnik të shqiptarët, kjo qeveri ka prodhuar dhe vazhdon të prodhojë pasoja të rënda në dëm të karakterit multietnik të shtetit, të pozitës së shqiptarëve dhe të vetëfrymës së marrëveshjes paqësore të Ohrit. BDI përmend se përmes vendimeve të ministrit Minqev, përmendja e shqiptarëve u zvoglua nga 29.5% në 24.3%, kurse sipas tyre, një nga koncesionet më të rënda të Vlenit ishte dorëzimi i çështjeve që burojnë nga marrëveshja e Ohrit në duart e partnerëve të tyre qeveritar, përfshirë dhe Ivan Stojkovićin. Integristët reagojnë siç thonë, edhe për përjashtimin e diasporës shqiptare, për llogaritjet që ndikojnë drejt për drejt në përfaqësimin institucional dhe lokal, por dhe për vendimin e gjykatës kushtetuese lidhur me emrat e rrugëve në Tetov. Paralelisht, gjykata kushtetuese ka ndërmarrë një ofenzivë të pandërprerë kundër të arriturave të shqiptarëve. Fillimisht u shfuqizua mekanizmi balancuesi duke lënë jashtë funksionin amandamentit 6 të kushtetutës dhe duke goditur përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Për 2 vite me radhë vazhdojnë përpjekjet për goditjen e statusit të gjuhës shqipe, ndërsa janë përgatitur referate voluminoze për abrogimin e dispozitave kyçe të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Por kanë reaguar edhe nga Vlen, sipas partisë në pushtet, nga Sopoti deri tek lagja e Trimave. Kjo është trashëgimia 24 vjeçare e Ali Ahmetit. Vlen thotë se marrëveshja e Ohrit nuk është të pronë private e BDI-s. Sado që është e dhimbshme, e vërteta e tyre është kjo: Sopoti, Enciklopedia, Shkupi 2014, Monstra, djegja e dyqaneve shqiptare, rrahja e fëmijëve shqiptar nëpër autobus, përgjimet masive, lagja e Trimave, kazinot dhe lojrat e patit, Almiri i vogël, Turbo Tours, Besa Trans, Spitali Modular, aratisjet nga drejtësia, dimesa për ta arritisur Nikola Gruevskin, tentimi për ta kthyer, shpëtimi i Sasho Mjalkovit përmes Artan Grupit e Enver Bexhetit e shumë hajni e manipulime. E gjatë është lista e të korruptuarve të tyre, që e përdorën marrëveshjen e Ohrit për t'i mbushur xhepat, thuhet në reagimin e Vlenit, duke shtuar se edhe partneri ynë strategjik publikisht tha se ka korrupsion endemik. Dhe me vul i vulosi si të korruptuar pikërisht këta që sot rahin gjoksin për shqiptari. Marrëveshja e Ohrit është e shqiptarëve, jo e BDI-s, thuhet në fund të reagimit të Vlen.